Edhe pas 2 shekuj e gjysmë, mulliri me ujë pranë fshatit Bëndsh në Tepelen ruan formën dhe funksionin për të cilin u ngrita sokohen nga Lipash Tepelena. Sot pronarët të këtij mulliri historik janë Lefter dhe Adelina Bleta. Prej 25 vjetësh, ky objekt është i vetmi burim të ardhurash për familjen e tyre. Ujin e mullirit Adelina shfrytëzon për lavanterinë e saj në natyrë, ndërsa bashkëshorti e përdor për bluarjen e mistrit dhe drithrave të tjera. Nga koni shpoli deri në Fier, kjo dështil funksionon, edhe ky mullir. Buka e zezë, që i thonë për bukë zezë, vetëm ky mullir e nxjerr, se mullir tjetër nuk ka ta nxjerrë fabrikë që të nxjerrë bukë të zezë. Që kur është prish kooperativa e kemi bler, edhe e kemi reguluar, se ishte vjetër e prishur dhe këtu punojmë. Këtu vinë nga gjithë rrethet, vinë nga Gjirokastra, vinë nga Tepelena, nga Fieri, nga të tërë fshatrat vinë që lajnë këtu, Tapeta, Batanijet, Velënzat. Klientët e çiftit Bleta janë fermerët jo vetëm nga Tepelena, por dhe zonat të tjera të vendit. Ata bluajnë grurin për bukë, por dhe drithrat e tjera për ushqimin e baktive. Zakonisht më tepër ky mullir përdoret për nevojat familjare, për bukë, përdorim dhe për baktiv, për koncentrat. Mulliri historik me ujë ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve të huaj, madje dhe interesin për ta bler atë.